Bujësia në Elbasan përballet me mungesën e krahut të punës, edhe pse nga ana e drejtuesve të bizneseve janë marrë masa për rritjen e pagave. Çfarë ndodh aktualisht? Ju përshëndes, është një shqetësim në fakt që duket se po vërehet gjatë viteve të fundit të paktën tek fermerët e Elbasanit, të cilët kanë investuar në mënyrë të mirëfillt të sa i takon bujqësisë. Zona e Jagodinës në bashkinë e Elbasanit njihet si zona më bujqësore, pasi jep prodhime të larmishme bujqësore dhe nga ana tjetër kërkesat në treg për produktet e kësaj zone mbeten vazhdimisht të larta, kërkesat të cilat janë jo vetëm nga tregu vendas, por gjithashtu edhe nga tregu i jashtëm. Ajo që ka mbetet problem ka të bëjë me fuqinë punëtore, pasi me emigrimin e të rinjve apo me zgjedhjen e një profesioni tjetër të rinjve, bujqësia ka mbetur pa punëtor dhe krahu i punës në fakt që po plotson minimalisht kërkesat e këtij sektori mbahet kryesisht me ata të cilët tashmë e kanë kaluar moshën mbi 45 vjeç. Është në fakt shqetësim misterios që ngren fermerët e Elbasanit sa i takon mungesës së punëtorëve. Edhe pse ata thonë se tashmë i kanë rritur me disa fish edhe pagat, gjithashtu ofrojnë mundësinë për të gjithë ata që kanë interes që të punojnë edhe me orë gjatë javës, sërish kërkesat për të punësuar në sektorin e bujqësisë të paktën në Elbasan mbeten minimale dhe fermerët janë të detyruar deri diku që të përfshihen familjarisht në bizneset e tyre, pasi edhe në rastet që ne kemi intervistuar dhe vizituar në fshatin Jagodin të bashkisë së Elbasanit, punësimi mbulohet kryesisht me familjar. Fermerët të cilët ne kemi pyetur thonë se kanë angazhuar të gjithë familjen e tyre, kryesisht sa i takon sipërfaqeve bujqësore dhe kultivimit të produkteve të tyre, për shkak se nuk përballojnë dot fuqinë punëtore, një problematikë që deri më tani nuk po gjen një zgjidhje afatgjatë. Të rinjt, siç e thash dhe pak më sipër, nuk kanë interes për të punuar në sektorin e bujqësisë, ndaj duket se ka ardhur edhe kjo disbalancë mes zhvillimit dhe kërkesave të larta nga ana tjetër. Prodhimet janë të një cilësie shumë të mirë, siç thonë edhe vetë fermerët, dhe kërkesat gjithashtu mbeten të larta, por ajo që ka ngren si shqetësim të paktën fermerët e Elbasanit ka të bëjë me abuzimet që vërehen nga tregtarët, pasi ata marrin produktet në magazinat që kanë si vend grumbullime fermerët. Ata thonë se i nxjerrin në shitje produktet e tyre me një kosto shumë të ulët dhe shumë të përballueshme për qytetarët, por në fakt janë tregtarët ata të cilët në tregjet me pakicë në të gjithë vendin ton abuzojnë deri diku me çmimet dhe kjo i bën që edhe qytetarët nga ana tjetër të kenë shqetësime, ndaj kërkojnë në fakt edhe një kontroll më të shtuar sa i takon tregut, në mënyrë që të mos hasin vështirësi edhe fermerët. Ti e ke një material të përgatitur më herët, e ndjekim ato dhe pastaj kthehemi sërish bashkë. Ne fillojmë punën nga përgatitja e tokës, mjellja e farishteve dhe deri në vjelje. Orari i punës që fillojmë neve, se ne s'kemi orar, punojmë me orar të zjatëra, fillojmë në ora 6 të mëngjesit, edhe përfundojmë dhe 10 të darkës. Punësimin neve si fermer e kemi shumë të vështirë, e kemi pas të vështirë, se nuk gjejmë punëtor. Punëtor pa punë ka, edhe nuk vinë. Ja kemi rritë dhe rogën, e kemi pas në 10.000 lekë, qumë 15, në 15, kemi rritë dhe 20. Edhe vetë neve, për shembull, që mjellim pak i kritere, për shembull kam 2 hektar sera, i kam mjell gjithë lagër, këte e kam mjell në krau punës, në përshërësit se zjem punëtor, edhe kështu vinë me sirada, tregun, vetëm tregun, shqitje. Prodhohet prodhimi dhe nuk arrim ta shesim gjithë. Çmime ndryshojnë, për shembull, sot është 500 lekë, nesër vetë 300 lekë, arrim dhe pa shit fare. Vetëm këto vështirësi kemi. Edhe këtë nuk e kuptoj, për shembull, që ne spinaqin sot e kemi shit 200 lekë, në treg është 1000 lekë.
Edhe këtë nuk e kuptoj. Është tregtarët. Më shumë po fitojnë tregtarët. Pra problemi me çmimin mbetet te tregtari i fundit, të shitja me pakicë. Pasi janë konsumatorët ata të cilët e vuajnë në fakt edhe këtë ndoshta mos menaxhim të mirë edhe të daljes në treg të produktit, pasi siç e tha edhe vetë fermeri, ata i nxjerrin produktet me një çmim shumë të ulët dhe për konsumatorët vendas është mos e i përballueshëm, por që duket se problematika qëndron tek tregtarët, të cilët e marrin produktin dhe mëtej e hedhin në treg me çmime disa herë më të lartë se sa fermerët të cilët e prodhojnë. Ndaj edhe ata kërkojnë që edhe shteti ynë të ketë një vëmendje më të shtuar sa i takon pikërisht kësaj problematike, pasi në këtë mënyrë do të mbrohet jo vetëm konsumatori i cili do të paguajë më pak për të marrë produkte cilësore bio vendase, por gjithashtu edhe fermieri do të jetë më i kënaqur me punën që bën dhe padyshim që edhe të ardhurat që do të marrin do të jenë më të mira për këta të fundit. Falenderoj Edisona Skënderi, ishte në një lidhje të drejtë për drejtë nga Elbasani.